Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Dizie ndahet nga jeta në moshë të re, moderatorja e njohur. Bota e rrjeteve sociale është ronditur nga lajmi ndarjes nga jeta të moderatores së njohur me famë ndërkombëtare, Julia Burtseva, e cila ka ndëruar jetë në moshën 38 vjeçare, pas disa ndërhyrjeve kirurgjikale estetike të kryera në Moskë. Lajmi është bërë i ditur nga media të huaja dhe ka rikthyer vëmendjen publike mbi rreziqet që shoqërojnë operacionet plastike, veçanërisht kur ato kryhen jashtë vendit të origjinës. Sipas burimeve paraprake, Burtseva kishte udhëtuar drejt Rusisë për të kryer procedura estetike. Pas ndërhyrjes, gjendja e saj shëndetësore u përkeqësua ndjeshëm për shkak të komplikacioneve post-operatore. Pavarësisht përpjekjeve të stafit mjekësor për ta stabilizuar, ajo nuk arriti të mbijetonte pasojave dhe ndëroi jetë pak kohë më vonë. Ngjarja ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale, ku ndjekësit e saj kanë shprehur trishtim dhe ngushëllime për familjen. Një pjesë e komenteve kanë ngritur shqetësime mbi presionin e madh që personazhet publik ndjejnë për t'u përshtatur standardeve të bukurisë, duke rrezikuar jetën e tyre. Mesazhe si "mos edhe një tjetër" pasqyrojnë frikën e publikut për rastet e përsëritura të humbjeve të jetës pas ndërhyrjeve estetike. Julia Burtseva ishte e njohur për përmbajtjen e saj mbi modën, udhëtimet, programe televizive që moderonte në lidhje me stilin për jetën dhe karakterizohej si një vajzë shumë pozitive.